Pyetjen e parë, komunikimi. Jashtë mase i rëndësishëm. Dhe me gjas, kjo është një fushë ku duhet bëjmë më mirë, duhet bëjmë më shumë dhe duhet ta bëjmë në mënyrë të vazhdueshme, së paku për opinionin publik vendas. Gjatë 3 muajve të fundit, gjërat kanë ndryshuar, janë përmirësuar. Kjo ministri ka nisur një program për të shkuar në mbar vendin, për të takuar të rinj të shkollave të mesme, të universiteteve, në mënyrë që ata që do të jenë pjesë e tregut të punës, kur Shqipëria, ose afër kohës kur Shqipëria sipas planit tonë do të anëtarësohet në Bashkimin Evropian, është shumë e rëndësishme për ne që ata ta dinë se çfarë ndodh, që të përgatiten. Kemi nisur një fushat, BE-ja dhe ju. BE-ja nis në shtëpi. Ky është slogani, kjo është motoja jonë. Fillon këtu, nis këtu, sepse këtu i bëjmë reformat, sepse këtu i marrim zotimet, sepse integrimi evropian në fakt ndodh këtu. Mbledhjet ndodhin në Bruksel, vendimet merren në Bruksel, por ajo çfarë është kuptim plot në kuptimin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian ndodh këtu në Shqipëri, në qytetet, fshatrat tona, familjet tona, shkollat tona, parlamentit ton, në gjithë çka që bëjmë në këtë vend. Por bie dakord, na duhet bëjmë më shumë, na duhet ta bëjmë më mirë dhe sidomos për ato fusha, grupe e aktor që janë shumë më të përfshirë në politikat themelore të Bashkimit Evropian. Sigurisht që ne përpiqemi të punojmë me pushtetin vendor që t'i përgatisin kur të vi koha, si të jenë të aftë të thisin fondet strukturore. Po përgatisim po kështu komunitetin e biznesit, përfshi komunitetin bujqësor, për t'ju shpjeguar se çfarë nënkupton mirëfilli të qenit pjesë e Bashkimit Evropian. Ka 2 anë të kësaj çështjeje. Natyrisht që në këtë vend të gjithë e shohin Bashkimin Evropian si vendin ku duan të jenë, sepse në këtë mënyrë vendi do të zhvillohet, do të begatohet, do të jetë në një vend më të mirë për shkak të solidaritetit, mekanizmit, fondeve të Bashkimit Evropian, por nuk e shohim atë si një ATM. Ka natyrisht përgjegjësi dhe përgjegjësia është si